Pacolin, edhe Kuran Muratin, edhe Albin Kurtin, i patën gjujt njën me vo, tjetrin me mill, edhe pashkuni që si gangsteri me të tovazha. Mirë, ta kanë gjujt me gangsteri, qëllë se me qitë logaritë të tonë gjujt të me blejnë. Qka është e rëndësishme me dit? E ti pëjme si viktima ta. Nga është këto puna me vosh, gjujt edhe zoti Petrit Selimi, zoti Erdin Kuqi, ma heret. Albana, pra që janë qumi që pu boks. Me vezë, o thash. Mos ta eskivojmë një gjë. Matoshi, këto gjona kanë ndodhur më herët. Mundësinë. Zema e godet pasi që ai zotëria dëshiron ta godas. Edhe tani çfarë duhet bëj instinkti i njeriut? Se unë kjo mos tjetë justifikim, edhe mos tjetë një lloj si them, arsyetimi një veprimi. Njerëzina kjo ai zotëria të kthehet aty, çka bën njeriu? Zoti Zema i ka kërkuar falje. Problemi pse shkoi Zema me njek ato? Se i tha rrec, po tash me boni ku verbale. Po njerëzina unë s'pashtetoj zotin Zemaj. Keq ka po, nuk u dosh mi që po boks. Grusht, edhe ka po, ai ka duhet ta paguaj, se dhuna nuk arsyetohet. Por mos ta harrojmë që jena vetëm njerëz, edhe na afekt, edhe dalum për skeçi prej vetës. Kjo është problemi, se ka njerëz nuk jo të gjithë janë të durueshëm, kushtrim. Edhe durojnë llojin e ofendimit. Vetëm ti bëjmë më të shkurta ligjërimet. Njerëzoj janë pa parashikuar. Me Zemaj kemi eksperiencë shumë gjatë, vetëm pa drama. Kemi eksperiencë shumë gjatë. Intervista kushtrim. Vetëm një gjë, prit pak. Sabër. Po sabër. Kemi një eksperiencë shumë gjatë. Komunikimin e ka patur direkt, zakonisht. Ka qenë bashkëpunues, ka qenë respektues. Unë e mbaj mend një gjë, që mos jetë njeriu ta vendosim në kryqëzim me sipër. Unë mbaj mend kohën teksa ka qenë ministri i shëndetësisë. Në komunikimin e tij që e ka patur me qytetarët. Për herë të parë jemi futur së bashku në qendër klinike universitare në kohën e Covidit, kur ishin duke u trajtuar aty. Edhe ishte një situatë kaotike jashtë. Drejtoheshin qytetarët të Zemaj. Zemaj leçi ishte i afërt me ta, po ishte i gatshëm t'i ftojë në shtëpitë vet, t'i merr qytetarë që s'kishin ku të qëndrojnë, që kishin ata atje. Pra e ka patur një komunikim ndërnjerëzor të jashtëzakonshëm, që mos ta harrojmë një element të tillë teksa flasim për këtë. Urdhra Rama tek ky detajet e kësaj. Ju bët një shpjegim të shkurt profilit karakterit zotit Zemës, sepse si politikan ne e njohim, po mbi gjitha komplet zhvillimi ka ndodhur pak metra larg kuvendit Kosovës, realisht në një ambient ku zoti Zemaj punon dhe paguhet. Kemi të qartë me sqaru. Unë besoj që zoti Zemaj në atë moment ka qenë në punë, ka qenë në nivel detyrës. Ka qenë punë. Po, sepse ishte pjesë e detyrës, është deklaratë për media, intervistë për media, që është pjesë e detyrës si ti deputet dhe vjen dikush me shumë lehtësi, i afrohet, fillimisht ofendon dhe pastaj e çon në dorë dhe tenton, domethënë ta godas. Në farforme sjellje natyrisht jo e dëshirueshme ose e ishme për zotit Zemaj në raport me ofendimet që pastaj bërë, për ku mundesh me ditë ti si deputet me aq përvojë që ke dhe me disa pasojë që i ka kaluar, ne gjithë e dim çfarë ka kaluar zoti Zemaj nga pas lufta e tutje, ku mundesh me ditë se çfarë tenton qytetarin e fjalë të bëj. Pra ose klim polarizues që është në xhep çfarë mund të nxjerrë. Që është shumë e madhe. Dhe natyrisht secili njeri tenton ta mbrojë veten në një vend pune ku është, sepse vjen dikush dhe të pengon. Dhe unë besoj që ky rast i zoti Zemaj duhet të cilësohet në këtë mënyrë. I njëjtin nuk ka qenë duke fol, s'po di ku me qujt, ose me përmend një opsion 8 ose 4, pra janë pak metra larg kuvendit, ku kolegu Enes Gashi zakonisht realizon intervistat me përfaqësues politik, ku janë të pozicionuar dhe ku punojnë dhe ku paguhen. Kjo ka ndodhur në atë rast. Përpos kësaj që pam në pamje, unë besoj që baza e këtij diskutimi, kushtimi, kësaj ngjarje ka të bëjë me klimën që është instaluar në Kosovë. Pra, kush po i kontribon kësaj klime? Kush e ka instaluar idenë që ti mundesh shumë lehtë mi ofru mi thon deputetët po rran, mundesh me godit, mundesh me kërcënu. Pra, një zyrtar të institucionit i cili është i zgjedhur i popullit, megjithatë po flasim për zotin Zemaj, i cili ka një numër të madh votave në zgjedhjet e fundit dhe që është në 6 ose 7 mandate sa është deputet. Pra, sot me shumë lehtësi ti mundesh mi ofru edhe një ministri, kryeministri ti që i ka marrë një 10 truproje, është pak problem mi ofru, s'ki shans. Apo kupton domethënë në çka kemi ardhur sot dhe ku jemi si shoqëni. Secili zyrtar institucional që është i zgjedhur i popullit dhe ka një lloj
s'po thon privilegje, po e ka një lloj kufizimi që i jipet në raport me lëvizjet e tij, në raport me punën që bën. Sepse ajo është i zgjedhur, ai ka një përparësi në këtë kuptim dhe i njëjti faktikisht paguhet për me qenë në shërbim të njerëzve, por jo sa ti vjen mundësia dikujt me godit, me ofendu dhe me bë. Ofendime, vezë, gjithë shka kemi bë, po jo deti ideja që më ardhë me tentu me godit një deputet i cili është duke punu. Pra ti kur je në vend punë dhe të punu me të ofru dikush, natyrisht shëmbrohesh, sepse nuk ka logjik tjetër, edhe nuk ka se si veprohet ndryshe. Kështu që do më normalizu boksin, se atë jo të shti përren, unë me tro boks. A di çka është problemi normalizimit këtu Blerim? Normalizimi, ideja është me ardhi kush tash me na shonjeve shtoj bjen. Po, te ideja që Blerim si me hiç jo, çta shin dikush me hi, jo, natyrisht të ofrohet, arsitojmë absolutisht. Ai dëshiron me ta futi. Sa herë kanë ofenduar dhe kanë cilësu Albin Kurti, kish me të dhon boks. Blerim, po me ta shëru këtë, nëse dikush na ofrohet çto më në studio. Dhe tenton në godit, natyrisht shëmbron. Dhe edhe ti mbrohesh. Edhe godet me boks. Sepse ka ardhur vend punë këtu. Ti të fol, jam ti të njerëzor, punon. Jam duke paramendu Gashin duke godit Po me nuk ka logjik ndryshe. Ti e vend punën këtu. Apo kupton? Gash, Ku e din ti çka ka pas me nxjerrë ai pijeti? Ku e din çka ka pas? Ofendon ai këtu shku. Ai nuk unal mision tina. Ai unes. Ai veç ja gjuti do U kthye dhe çojë. Kur kjo nisi me shku mbrapa, ai u kthye. Ai u kthy në momentin që Zema i reagon. Tash unë nuk du me arsitu asnjë moment veprimin e Zemajt, sepse po pajtohem që të gjithë që dhuna nuk është zgjidhje për asnjë gjë. Edhe është definitivisht pamje shëmtume. Po që ky pori e prish kë. Jo, se prish Gashi. Gash unë thjesht po ta bëj një pyetje ty. Sinqerisht po. Po ka fjalë lirë, për Jo, absolutisht jo. Unë s'po arsitoj veprimin e Zemajt, është e turpshme. Është e papranueshme edhe fizike. Jo, e pranueshme edhe ai u distancu vet nga veprimi i tij. Ai ka kërku falje, unë s'po arsitoj asnjë moment. Por është që kjo klima që është kriju, pra, nuk po them që ndoshta ka 2, 3, 5 vite që në farë forme rrjetet sociale, plot gjona tjera kanë ndikuar qytetarët me uni shumë të lirë, edhe atëherë kur ti nuk thu kur gjë, edhe atëherë kur thu diçka, edhe atëherë kur e thu veç një të vërtet, me pas komente, fjalë të panevojshme. Kështu që unë në çat aspekt po mendoj që absolutisht e konsideroj të panevojshme dhe të tepërme dhe të pahishme veprimin e zotit Zemaj. Po në anën tjetër, nëse kthehemi në ato çka e përmendet edhe ti, edhe Fidani, nëse kemi parasysh profilin e zotit Zemaj, një deputet shumë mandate, i cili asnjëherë nuk ka qenë i përfshim, qoftë edhe në debate ndoshta shumë të zjarta, po them kështu. Jo, e vërtet. Pej ma herët, edhe në debate televizive apo në kuvend apo kudo tjetër, nuk ka qenë një nga ata deputet që është njoft për ndonjë person i dhunshëm ose që ka shpreh dhunë ose merit madhe për çfarë të qoftë. Mon ka ditë me menaxhu situata ndoshta edhe matrona, por nganjëherë besoj që është din edhe me u bë tepër. Që thonë kur palohen shumë edhe vjen një moment ku ti. Ka pasur atë momentin kur ky gjatë Koci kur i ndërhynte aty, kur bënte pak filma në kuvend aty. Aty me Zemaj e ka patur. Po edhe aty domethënë Zemaj me gjithë. Ka qenë Zemaj po nuk ka shku me as me sulmuzë dhe Koci as kurrë. As nuk është konë sulmuzë. Po mirë dhe pengonte ka protestu. Kjo është puna jone, ajo është puna jote, i vazhdoj tonë në tonën. Unë nuk po dua asnjë moment me arsitu ose me pranu ato çka ka bëu zoti Zemaj. Absolutisht është